Ky është çifti amerikan të cilët kishin burritur nga Florida në Shkodër për disa ditë pushimesh, por fundi i ditëve të qëndrimit për ta rezultoi në një tragjedi. Autori i krimit, identifikuar si Brandon Saporito, 57 vjeç, goditi për vdekje mëngjesin e së premtes partneren e tij, Sandra Saporito. Ngjarja e rëndë u regjistrua në zonën më të populluar në zemër të Shkodrës, ku çifti kishte marrë një apartament me qira. Fatkeqësisht, Sandra Saporito, 53 vjeç, nuk u mbijetoi dot plagëve të marra dhe ndroi jetë në vendngjarje, ndërsa policia e Shkodrës konfirmoi zyrtarisht se autori kreu krimin në efektin e alkoolit. Pasi goditi për vdekje bashkëjetuesen, autori Brandon Saporito dëmtoi edhe veten e tij në gjendje të rënduar psikologjike, por 57 vjeçari po merr ndihmë mjekësore në urgjencën e spitalit rajonal. Arsyet që e kanë çuar drejt këtij akti nuk dihet, por policia thekson se në momentin që ka ndodhur vrasja, ai ka qenë në gjendje të dehur. Çifti amerikan ndodhej prej disa ditësh në qytetin e Shkodrës. Kanë qenë disa banorë të zonës në pedonalen e qytetit që kanë lajmëruar policinë pasi kanë dëgjuar britma që vinin nga apartamenti ku dy amerikanët po qëndronin. Hetimet për këtë ngjarje tragjike po vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës.